Me rastin e festës së shenjtë të Kurban Bayramit, ish fituesi i shtëpisë së famshme e Gjesti ka ndarë një urim të përzemërt për të gjithë shqiptarët, duke shprehur dëshirën për paqe, harmoni dhe dashuri mes njerëzve. Por përtej fjalëve, ai ka bërë një veprim mjaft domethënës që ka prekur zemrat e shumë njerëzve. Gjatë ditës, këngëtari ka vizituar varrezat e familjes Jashari në Prekaz, ku ka vendosur puqeta me lule në nder të dëshmorëve të kombit. Ky veprim i tij nuk ka kaluar pa u vënë re nga publiku. Një numër i madh ndjekësish e kanë lavdëruar për respektin që ka treguar ndaj historisë dhe sakrificës së familjes Jashari. Gjithashtu këngëtari ka treguar se këtë festë e kaloi pranë njerëzve të tij të zemrës, më konkretisht me familjen e tij. Ai ka publikuar një fotografi të ngrohtë me familjen duke shoqëruar imazhe me një urim të përzemërt. Me fat Kurban Bayramin, uroj që kjo festë e shenjtë t'ju gjejë në paqe, shëndet dhe lumturi pranë familjes dhe të dashurve tuaj. Ishte urimi i Gjestit për të gjithë shqiptarët.